Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 30 nëntor të 2025-ës, dita e fundit e muajit. Nga do njëherë, kur kemi fillimin e ditën e parë të muajit dhe ditën e fundit, duhet jemi shumë kujdesshëm sepse mund të gabojmë dhe ky gabim mund të na kostoj shumë shtrejt përsa i përket punës, përsa i përket karrierës edhe gjërave të tjera. Duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe të dim çfarë bëjmë nëse kemi pasur ose kemi çështje problematike apo gjëra të kësaj natyre, duhet jemi mjaft të kujdesshëm që të dim se çfarë do të bëjmë në vazhdimsi. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme dhe vendimet që mund të marrim, sepse ka të bëjnë shumë vendimet që marrim sot, sepse mund na prishet disa ekuilibra. Pra ne duhet pasur kujdes, vëmendje në punë, vëmendje në çështjet ekonomike financiare, në shpenzime, sepse aty është gabimi më i madh që bëhet. Tek shpenzimet që vemi marrim orizën edhe ne duam të marrim diçka tjetër dhe nuk marrim atë që duam. Prandaj kërkoj vëmendje. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astroku.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretariat për t'ju ndihmuar mbi gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, e zgjidhni dhe pastaj shkoni tek sekretaria dhe atje jeni gati për të dërguar mesazhin dhe të flasim bashkë në Viber, në WhatsApp apo Skype për sa i përket paketës që ju e keni bler. Por ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë një pyetje ku jemi çdo të mërkurë. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas e shikoni, ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë përgjigjen direkt. Por mos harrojmë se kemi dhe membership. Është ky butoni këtu, siç e shikoni. Atje mund ta klikoni dhe shikoni se si funksionon ky shërbim dhe duke e klikuar, duke u abonuar, atje keni hapni një dritare privat. Atje mund të dërgoni gjëra që doni, gjëra që dëshironi çdo ditë nëpërmjet membership dhe merrni përgjigjen tuaj. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju të shenjës e dashit të duket se kemi të bëjmë me një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv, sepse dashi gjithmonë data 30, ku kemi një ndikim me Afroditën në Akrep dhe Uranin në Dem, ku do të thotë me gjëra të papritura, në partneritete, marrëdhënie, zhvillime të papritura, por gjithsesi kjo do të thotë që ka ndikime të mira. Përkundrazi, mund të bëjmë njohje të papritura, të kemi një histori financiare, çështje problematike që kemi pasur ndërkohë, zgjidhen pikërisht në këtë periudhë. Prandaj juve keni një mundësi plus në këtë aspekt për të zgjidhur çështjet dhe favorizimet që mund të vinë nga ana juaj. Gjithashtu kemi edhe disa ndryshime, disa ndikime. Duke pasur parasysh meqense Afrodita që ka lënë shigjetar, sjell ndikime shumë të mira për juve të shenjës së dashit dhe juve favorizoni veçanërisht në këtë aspekt ku keni kohën e dur, momentin e dur për të marrë vendime të rëndësishme në këtë drejtim. Në fushën e dashurisë duket se kemi të bëni me peshorët e 10 diçit të parë dhe me shigjetarët e 10 diçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, duket se Demi ka pasur disa gjëra tani në këtë periudhë jo fort të mira për arsye të punës, të karrierës dhe të çështjeve të tjera që do të thotë në lidhje me pozicionimin e planeteve, në lidhje me disa ndikime shumë të mëdha, po këta ndikime kalimtare do të thosha unë jo se ka të bëjë diçka për të shqetësuar, meqense Demi nga njëra anë mundohet shumë për të rregulluar disa gjëra dhe ndikime që kanë të bëjnë, por edhe disa çështje të tjera që do thotë pikërisht në këtë ditë jeni pak të vëmendshëm juve të kësaj shenje, sepse ka të bëjnë me disa
të distanconi për shembull nga anëtarët dhe problemet financiare, dhe kjo do thotë ndikoheni juve të shenjtë së demit të ediçit të dytë, edhe pse keni një trekëndës që bën afërdita nga akrepi, pra guvernatori juaj, dhe ndikimi me Neptunin, u jep një mundësi juve tani në këtë periudhë që do thotë që vërtet juve filloni diçka të re, por duhet një vëmendje për bisedimet që do të bëni, për kohën e dur që do të keni, sepse çdo gjë mund të ndodhi, mund të shikoni gjëra që nuk janë kaq favorizuese për momentin, por jo se ju keni diçka që nuk shkon në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimet që do të keni, sepse gjithmonë dita e ndikimit të madh, sepse lidhet shumë me ditën e diel, dhe dita e diel ka diçka që mund të prishë disa ekuilibra, por jo diçka çështje problematike. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me Ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet na jep mundësinë ose kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në lidhje me takimet e punës, lidhje me disa marrje vendimesh të rëndësishme në anën tuaj, dhe pozicionimi i planeteve na jep shumë mundësira për sa përket binjakëve, dhe binjakët janë dhe koha dhe mundësia për të zgjidhur çështje problematike në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me peshore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforët ka diçka që në këtë periudhë, edhe pse mund të rregulloni disa gjëra në lidhje me anën ekonomike dhe me financat, por me financa duket se tani ka një çështje që vërtet është e zgjidhshme në ekonomi, vërtet është e zgjidhshme në ato që juve doni të bëni dhe të realizoni me sukses në anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin dhe karrierën tuaj, sepse jeni për karrierë, kjo do thotë që lidhet shumë me ndryshime të mëdha që vijnë në ana juaj, ose pozicionimi i planeteve që ju jep një mundësi të tillë, dhe kjo do thotë që i keni të gjitha mundësit për zgjidhje të problematikave të ndryshme, për zgjidhje të çështjeve madhore, ekonomike, financiare, dhe kjo është një moment shumë i mirë dhe stabilizues për punën dhe për vendimet që do të merrni. Megjithatë, duket se gaforret të ediçit të dytë kanë një çështje të lënë pezull me fushën e dashurisë, sidomos me peshk. Mundoni ta zgjidhni sepse është kohë e mirë, dy shenja uji shkojnë shumë në anën e tyre dhe mund gjejnë zgjidhje në problematika që keni pasur përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, duket se luanët tani në këtë periudhë janë në periudhën e tyre dhe kohën e tyre më të mirë të mundshme, për sa i përket zgjidhjes, për sa i përket ndryshimit dhe vendimeve që mund të marrin, sepse janë vendime shumë të rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse kjo do të thotë që vërtet kjo kohë është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në vendimet që do të merrni, por disa premtime që keni marrë për punën tuaj, por edhe për disa gjëra të tjera që tani për tani gjërat mund mos jenë ashtu siç pritet, por janë shkoha e duhur për të zgjidhur çështjet nga më të vështira, por janë më të mirat sepse e keni mundësinë dhe kohën e duhur për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk të ediçit të parë dhe me akrep duken të mbara, edhe pse keni pasur një problematik të vogël, por këto janë probleme kalimtare, do ta thosha unë, dhe nuk ka problem për sa i përket çështjeve dhe karrierës suaj, sepse keni mundësinë, sepse i keni të gjitha gjërat si do të rregullohen gjërat, por megjithatë tani në këtë periudhë është periudha mjaft e mirë për ta rishikoni edhe një herë, sepse luanët gjithmonë dinë çfarë bëjnë në kohën e duhur. Në lidhje me një dashuri të munguar është me bricap, por kjo do të thotë që është momenti tani për të parë çfarë do të bëni në lidhje me të ardhmen tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat, meqense virgjëreshat tani në këtë periudhë kanë mundësi të mira, domethënë sepse edhe lidhje me punë, lidhje me gjëra të ndryshme që mund të kenë, por është një ndryshim shumë i madh mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e bëshme në ekonomi dhe në vendime që merren në kohën e duhur, për momentin e duhur. Nuk ja lini asnjëherë rastësisë juve, sepse keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike, keni të gjitha mundësitë për të parë se çfarë do të bëni në kohën e duhur, sepse kjo është koha juaj, kjo është momenti juaj më i mirë i mundshëm, dhe në anën tjetër keni disa mundësi të arta financiare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë
me akrep të 10 diqit parë, me dem të 10 diqit që është perfektja, por një dashuri e mungur është me ujor të 10 diqit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Çfarë ndodh me peshoret dhe ku peshoret kanë zhvillime, ndryshime, mundësi të arta, mund të them unë, sepse kjo ka një kuptim tjetër mes punës, mes karrierës, mes ndryshimit, mes vendimit, që merren vendime shumë të mira, dhe është një moment tani që juve do të shikoni në kohë, do thosha unë, në lidhje me anën e financave të biznesit. Biznesi lidhet shumë tani në këtë periudhë, është një periudhë shumë e mirë për juve, prandaj bini pas, mos e lini pas dore për arsye të karrierës suaj, për arsye të punës suaj, sepse puna ka shumë gjëra që do të ndikojë e do të rrisni reputacionin tuaj. Peshore gjithmonë janë anën e tyre më të mirë të mundshme. Një peshore që të ketë mundësi dhe punë në karrierë është një ndikim shumë i madh, sepse me disa takime që do bëhen për ditën e sotme janë ndikime shumë të mira dhe favorite për juve të kësaj shenje. Në anën e dashurisë duket se me ujor dhe me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Për akrepët nuk mund themi diçka shqetësuese përveç se gjëra pozitive që mund kenë në këtë periudhë, por kanë dhe mundësinë e artë për zgjidhje, për çështje ekonomike, financiare, lidhje me biznesit, sepse kanë disa gjëra të tjera tani për të pasur dhe zgjidhje të problematikave, por në lidhje me karrierën kanë disa mundësi tani dhe janë mundësi shumë të mira për anën e punës së tyre, për lidhje me biznesin dhe lidhje me disa vendime që do marrin, në vendime historike, ekonomike, me paran që lidhen shumë, po me paran sidomos është kjo periudhë tani, është ky moment mjaft i mirë në lidhje me disa ndryshime të ekonomisë, sepse do keni disa gjëra, disa pyetje ose disa çështje për veten tuaj, për anën e biznesit. Është një moment shumë i mirë dhe bini pas, sepse i keni të gjitha mundësitë për zgjidhur problematika të ndryshme në anën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshq të 10 diqit parë dhe luante të 10 diqit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shigjetari. Çfarë ndodh me shigjetarët dhe shigjetarët? Arsyeja, koha, momenti, vendimet të rëndësishme që merren, është një kohë shumë e mirë dhe tepër surprizuese, sepse ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me disa vendime të rëndësishme që merren në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, lidhet shumë me biznes dhe pozicionimi i planeteve që ka të bëjnë tani tutje, është mundësia edhe në lidhje me vendime që merrni, por gjithsesi shqiptarët nga njëra anë ndryshojnë shumë me punën e tyre, me karrierën e tyre, sidomos me karrierën, është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me anën e dashurisë, është me gafore dhe me virgjëresht të 10 diqit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot bricjapi. Për sa përket bricjapët duket se tani në këtë periudhë kanë periudhë të artë të tyre, sepse është një moment shumë i mirë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në ndikimin e tyre në vendin e punës, sepse ka një ndikim shumë të mirë, një çështje mjaft pozitive, punës së më rëndësishme, por dita e fundit e këtij muaji kërkohet vëmendje për zgjidhje të gjërave tuaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash të 10 diqit të parë dhe me virgjëresht të 10 diqit të tretë është diçka perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se tani kanë të bëjnë me çështjet e ekonomisë dhe të biznesit, sepse ka të bëjnë me karrierën, por në lidhje me karrierën duket se gjërat janë mjaft favorizuese dhe kohën e duhur për të nisur gjëra të reja. Në çështje shpirtërore ka të bëjnë shumë me ndryshime dhe ndikime mjaft rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me luan, duken të mbara pak vëmendje me gafore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket kanë një mundësi shumë të mirë tani në këtë periudhë, është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare, në lidhje me disa takime mjaft të rëndësishme dhe një periudhë mjaft e mirë për të bërë takime, bisedime, çështje të rëndësishme, periudhën e duhur në anën ekonomike, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për peshqit, sepse peshqit kanë bëjnë me
me binjak në fuqinë e dashurisë, me akrep dhe me bricep. Me bricep sidomos është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, edhe pse me pak probleme, po janë të zgjidhshme. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 30, data 30 nëntor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni, Shqipëri apo diaspor, dhe në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Ros shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për çështjet që juve keni dhe mundësitë që juve ju jepen. Duke pasur parasysh se në lidhje me paketat, nëse vleni një paketë ose diçka, atëherë mund të dërgoni tek sekretaria, atje pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, atëherë mund të klikoni këtë butonin këtu. Duke klikuar, duke na bërë subscribe, duke ndjetë kur hapat atje, jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Ropulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.